Klodian Braho nuk ka shumë gjëra për të korrigjuar në krye të SPAK. Bilanci i hetimeve të SPAK në drejtimin e krimit të organizuar në drejtimin e Altin Dumanit është një histori suksesi, fal edhe përgjimeve të ardhura nga Franca rreth aplikacioneve Sky. Ajo që SPAK në drejtimin e Dumanit konsolidoi si praktik të keqe janë së paku 3 gjëra. E para, përdorimi i sekretit hetimor për gjyqe popullore që i paraprin fushatave të arrestimeve paraprake të zyrtarëve të lartë. Pika e dytë e dobët ka qenë strategjia politike e arrestimeve dhe mungesa e standardeve dhe prioriteteve në punën e SPAK. Hetimet duhet nisin nga prova dhe të shkojnë te njerëzit, jo nga njerëzit e emrat e veçantë të piketuar për të burgosur e pastaj të ilustrohet burgosja me prova. E treta, që është dhe më e rëndë, SPAK duhet të heqë dorë nga shantazhet mbi gjykatat, qoftë përmes përgjimeve të paautorizuara, qoftë dhe për të diktuar vendimet të tyre. Gjykata kushtetuese ka vendosur në seancë që SPAK e ka të ndaluar këtë praktik. Drejtuesi i ri i SPAK duhet t'u jap fund këtyre praktikave dhe të avancojë arritjet më të mira të SPAK dhe Altin Dumanit.